Ka përfunduar procesi i tërësishëm i vlerësimit të dëmeve të shtëpive dhe pronës tjetër të shkaktuara gjatë përleshjeve të 9 dhe 10 majit në lagjen e Trimave në Kumanov. Mbrëmje zyrtarisht në mbledhjen e fundit të qeveria ka sjellur vendimin për kompenzimin të 100% të qytetarëve për pronat e dëmtuara. Këtë sot edhe zyrtarisht banorëve të lagjes në një takim të përbashkët u akumtoi ministri i pushtetit lokal Lirim Shabani, i shoqëruar nga kryetari i Komisionit për vlerësimin e dëmeve Ejup Halimi dhe deputetët e zonës. Ministri Shabani dhe koordinatori Halimi në detaje njoftuan qytetarët rreth procedurës së mëtejme rreth rindërtimit dhe rinovimit të shtëpive të tyre. Sot komisioni i caktuar për qeverisë për vlerësimin e dëmeve bashkë me deputetët, shokët, kolegët, erdhëm të bëjmë takimin e radhës me banorët e lagjes Trimave në Kumanov, vendin ku u zhvillua aksioni policor. Sa për rikujtim ju e dini më herët se qeveria kishte sjell disa vendime me të cilët obligoheshte që të dëmshpërblej në vlerë 100% gjitha të dëmet që janë bë. Deri dje pramë vonë është sjellë vendimi i fundit me cilin operacionalizohen vendimet e mëparshme, gjithsesi është definuar edhe forma me cilën do të shkohet deri në implementimin e plot të këtyre dëmeve që janë shkaktuar në Kumanov. Mund të informoj përveç pjesës kategorisë më herët e cila ka qenë ndihma urgjente për 100.000 denarëve, e cila është kry më herët, në ndërkohë është kry edhe pagesa për 26 familje cilët kanë pas nevojë për qera. Për momentin janë sjellë edhe vendimet edhe forma e shpërblimeve për veturat. Gjithë ato qytetarë cilët kanë pas vetura të dëmtuara më shumë ose më pak, gjithë atyre do t'ju kompenzohet me mjete financiare. Si dhe kategoria e cila mbrëmë u diskutua dhe u vendos ishin dëmet e shtëpive në kuptimin e jashtëm dhe atyre sendeve të lëvizshme mobilive që kanë qenë brenda shtëpive. Ashtu siç ishte kërkesa e qytetarëve të kësaj lagje, qeveria mori vendim që këto dëmet i shpërblej në formën financiare, domethënë me mjete financiare direkt në xhirologarinë e qytetarëve. Puna jonë vetëm si komision ka përfunduar në ditët në vijim me ekipët nga drejtoritë shtetërore, kompanisë shtetërore që janë të bëjmë pastrimin e mbetorinave të ndërtimit dhe shpresojmë që për një kohë shumë shkurt do kthehemi gjendjes normale të jetesës në këtë lagje. Nga ana tjetër, pjesa dërmuese e banorëve të lagjes së Trimave mbeten të kënaqur me vlerësimin e kryer nga ana e komisionit dhe me vendimin e qeverisë për kompenzimin 100% të dëmeve. Kjo ndihmë i mbledh për shembull sado kudo i zbut këto pasoja që kanë ndodhur. Edhe është e vërtetë se i kanë lëshuar edhe mjetet për banim. I kanë marrë për shembull për natë dhe më mirë që i kanë marrë dhe ata mund me nejt ku dojnë vetë të farefisi vetë apo kur rrinë, me rëndësi se i kanë marrë. Po zoti i shpërblej këta njerëzit më të mira, sepse janë angazhuar dhe kanë punuar këtë drejtim derisa që i kemi marrë në një përfundim të kësaj situate ku gjendemi me zoti Jupin dhe ekipin e tij që kanë punuar deri më tani. Pas fjalës së ministrit që ishte prezant